Ministrja e Brendshme Albana Koqiu ka folur mbi një sër masash për mbrojtjen e territorit dhe goditjen e paligjshmërive në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste të mbajtur këtë të enjte. Gjatë fjalës së saj, Koqiu tha se po punohet me një paketë ligjore për reformimin e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit, fuqizimin e rolit të prefektit dhe transformimin e rolit të policisë bashkiake, e cila sipas ministres do të ketë edhe një bërtham qendrore që do të garantojë rekrutime transparente, vlerësimin dhe performancën e efektivëve. Në këtë kuadër kemi punuar për një paket masash ligjore që do ta transformojnë cilësisht punën e Ministrisë së Punëve të Brendshme me komunitetin në të gjithë vendin dhe me mënyrën se si Ministria e Punëve të Brendshme qaset në territor. Së pari kemi ndryshimin ligjor sa i përket harmonizimit të punës së Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes Territorit, së bashku me Inspektoriatet e Mbrojtjes Territorit në nivel vendor, duke krijuar kështu një strukturë të unifikuar, kontrolli dhe mbikëqyrje me standarde të njësuara në gjithë territorin dhe duke u përpjekur gjithnjë më shumë të vendosim bazat që operacioni i kthimit të lishmërisë në territor të bëhet një herë e përgjithmonë. Jemi duke fuqizuar gjithashtu në këtë kuptim edhe rolin e prefektit si një institucion kyç dhe i domosdoshëm kur vjen puna te koordinimi i institucioneve në nivel vendor. Përmes ndryshimeve në ligjin e prefektit jemi duke sjell në fakt një kompetencë të shtuar sa i përket rolit që duhet të ketë prefekti, institucioni i prefektit, sidomos në mbikëqyrjen e territorit. Situatat e përmbytjeve të muajit janar apo edhe vera që shkuam na tregoi sa rol kyç në fakt ka prefekti kur vjen puna tek emergjencat civile, tek evakuimet edhe mbi të gjitha edhe te vlerësimet e dëmeve. Zgjerimi i kompetencave si dhe shtimi i dy prefektëve detar, jemi të sigurt që do të bëjë që prefekti të japi kontribut dhe rol real për rritjen e sigurisë, qetësinë, rendin dhe pa diskutim dhe lishmërinë në territor. Megjithatë, nuk mund të pretendohet që siguria maksimale mund të realizohet pa patur dhe përfshirjen e qytetarëve në këtë proces dhe sigurisht që një rol domethënës në këtë pikë ka edhe një institucion kyç që është Policia Bashkiake. Prandaj pjesë e paketës së ndryshimeve ligjore është edhe ligji për Policinë Bashkiake, si dhe transformimi i Policisë Bashkiake në një strukturë profesionale që do të rrisë standardet, sigurinë në komunitet dhe funksionon si krah i sigurt mbështetës për policinë e shtetit. Gjithashtu Koqiu tha se ministria ka ndërmarrë një projekt të ri, Smart City, i cili parashikon vendosjen e 5.000 kamerave në rrugët kryesore të vendit, ndërsa shton se këto kamera do të vendosen edhe në 20 shkolla. Sipas saj, kjo po bëhet me qëllimin për të rritur sigurinë e komuniteteve dhe qytetarëve, si dhe parandalimin e problematikave të shtuara në shkolla. Nuk mund të lë këtu pa përmendur në fakt edhe një arritje shumë të rëndësishme që ishte ajo e projektit Smart City apo qyteteve inteligjente. Janë 5.000 kamera inteligjente që do të instalohen në rrugët kryesore, janë mbi 20 shkolla të cilat do të monitorohen, të gjitha këto për të rritur dhe për të garantuar akoma më shumë standardin dhe sigurinë e komuniteteve tona. Koqiu vijoi mëtej, duke thënë se gjatë vitit të kaluar janë sekuestruar dhe konfiskuar 65 milion euro të dyshuara si të përfituara nga veprimtaritë kriminale. Ministria shtoi se po punohet për një bazë ligjore që pronat e konfiskuara të vendosen në funksion të familjeve të efektivëve të vrarë në krye të detyrës.